për shkak të diskursit që është ushtruar para një viti në shkurt dhe më but në 10 orë. Haris, se cili këtu kemi në mendje atë egzaltimin e Zotit Kurti, nga besimi i madh që ju kishte dhënë në zgjedhje, e kur i dehur nga pushteti deklaruaj se ata janë hajvana, e hajvanat quhej pastaj cilësohej opozita, ndërkohë që ne e kemi shumë në mendjen tonë, edhe shpeshe po e përsëris këtë, kur Zotit Kurti duhej Zoti Mustafa, ish kryeministri i vendit, Zoti Mustafa, a i përgjërohej me lutjet e tij si i nderuar profesor. Ndërkohë që sa herë që ati nuk i shkonte për shtati, a i shumë shpesh e quante bashkëpunëtor të, ose e cilësonte partnere bashkëpunëtor të Rahman Morinës. Të njëjtat epitete, a i në vazhdimsi ka bërë edhe me partit tjera politike. Qytetarët para se dëgjojnë epitete se si cilësohen partit tjera politike, si që i tha edhe Zoti Kurti, tha që Partia Demokratike e Kosovës nuk mund të kërkoj ta president sepse i ka 2/3 të një kandidati, ose Lidhja Demokratike i pas ka pojta e konta gjysmë kandidati. Dikush që nuk e vendos interesin e qytetarit në thelb, por është aq shumë i egzaltuar pi pushteti. Çdo ditë edhe sot kur po flasim, ai e mbron zëvendës ministra, e merreni me mend çfarë ka thënë. Kosova shkon zgjedhje të jashtëzakonshme, ne kemi një qeveri në detyrë që e ka luksin që të mbroj zëvendës ministra edhe në kohën kur vendi shkon në zgjedhje. E këto epitetet e Zotit Kurti, po e them, përpjeket për t'ju lënë faje të gjithëve. Ai fajtor për dështimet e veta i ka bërë mediat. Fajtor për dështimet e veta i ka bërë bizneset, se që kanë pasuruar. Fajtor për dështimet e veta i ka bërë sindikalistët. Fajtor i ka bërë opozitën. Pra nuk ka gjetur një komunikim të vetëm, as për dialogun social, as për shtesat e policisë të rrezikshmërisë, as për zjarfiksin që sot detyrohet që të rrezikoj jetën e tij, as për mësuesin që sot mezi del me atë pagën e tij, e pensionistin me çmimet e mëdha, pra halli i tij vetëm është sot se si të marrë atë pushtet e ta kthej pastaj në etiketa e linçimit për të tjerët. A ka vend pastaj për diskutime, negocime